Mi do shkojmë një tjetër intervistë tani, jam lidhur me deputetin Belin Kliçi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti Kliçi, përshëndetje, ju falenderoj për kohën. Mezi u kapëm nga një takim në tjetrin, atje natyrisht ju jeni mes takimeve dhe pikërisht këtë do doja të dija nëse më bëni dot një përmbledhje të takimeve dhe mesazheve që ka shkëmbyer ky grup i deputetëve të opozitës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në fakt, unë sapo kam dalë nga aktiviteti i përvitshëm që zhvillohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Washington Hilton, edhe ky është viti 74 që zhvillohet, është mëngjesi i lutjeve, një aktivitet botëror, mbar botëror, që bën bashk politikan, kongresmen, senator, ligjvënës amerikan dhe nga mbar bota. Këtë vit ishin rreth 110 shtete. Në emër të unitetit, besimit kombeve dhe të besimit fetar pa diskutim, dhe ku sapo përfundoi fjalën edhe vet presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, presidenti Trump. Gjatë kësaj jave, ky ka qenë një ndër aktivitetet që ne kemi ardhur si deputet Partisë Demokratike të Shqipërisë, ku kemi marrë pjesë, kemi takuar miq, koleg, bashkëpunëtor të anët, dhe përpos këtij takimi të sotëm, sigurisht gjatë gjithë javës ju keni parë dhe sërish më vonë gjatë ditës sotme do të kemi takime dhe ditën e nesërme të tjera në Kongresin Amerikan, ku kemi takuar ligjvënësit mbase më në zët Partisë Republikane, duke nisur nga takimi i parë që kemi bërë me kongresmenin Keith Self, që është kryetari në Komisionit për punte për Europën dhe punte jashtme në Kongresin Amerikan, ka mbajtur qëndrime shumë të forta për çështjen shqiptare, për reformën në drejtësi, për deformimin dhe keqpërdorimin e gjyqësorit në Shqipëri si një pushk, si një armë kundër kundërshtarëve politik, nga kjo mazhorancë aktuale. Kemi takuar një sër kongresmenësh tjerë si zotin Molenar, Pete Session, kryetari i Komisionit për Qeverisjen e Mirë, Clay Higgins, që ka qenë një takim fantastik, ku i gjithë fokusi ka qenë në fakt tek lufta ndaj karteleve dhe zhdukja e karteleve transoceanike dhe ndërkombëtare të kokainës, ku Shqipëria ka hyrë në radarin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për shkak të bashkëpunimit të ngushtë të qeverisë shqiptare, të kryeministrit shqiptar, të kukullës së Sorosit, siç konsiderohet shpesh edhe në qarqe të ngushta në Washington, Edi Ramës, me kartelet e drogës, me trafikantët më në zënë botë. Gjej rastin që të përmend një rast konkret që u diskutua dhe që u rikthyen vëmendje, është rasti i kartelit Sinaloa, ku është e paimagjinueshme për Kongresin Amerikan që një organizatë dezignuar si terroriste nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku janë blacklistuar antarët dhe eksponentët kryesorë të kësaj organizate, befas e gjen veten një organizatë partnere, mike, investitore strategjike e qeverisë shqiptare e kryeministrit Rama, ku pritet në zyrën e kryeministrit, i jepet licencë për kazino, i jepet licencë për hotel me shumë hyje, dhe ndërkohë që SBA-ja i bllokon të gjitha asetet të kësaj organizate kriminale, kryeministri shqiptar i mirëpret në zyrë si investitor strategjik, i jep favore dhe i jep licenca në emër sigurisht interesit përbashkët dhe trafikut përbashkët. Kemi patur një sër takimesh tjera me kongresmenin Tim Walberg, që është edhe kryetari i Komisionit të Edukimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Kongresin Amerikan, me Joe Wilson, se më duhet të rikujtoj, kanë qenë një sër kongresmenësh. Një pjesë e delegacionit ton ka patur takime në Departament të Shtetit, në Departamentin Amerikan të Shtetit, për cilat do duhet që të mbetet konfidenciale dhe në një moment tjetër pasi ne të përfundojmë vizitën, gjithçka do të bëhet e ditur, por mund t'ju them që kjo javë ka qenë tejet intensive për të gjithë deputetët e Partisë Demokratike dhe jo vetëm, edhe zotin Mediu, si kryetari i Partisë Republikane në Shqipëri, i cili ka qenë së bashku me ne në pothuajse të gjitha takimet. Ka qenë një javë intensive takimi me partnerët tanë, me senator. Unë kam patur mundësinë të takoj dhe të darkoj me senatorin Mike Lee, me kongresmen të ndryshëm nga shtete të ndryshme, për të informuar miqtë tanë dhe partnerët tanë mbi situatën që sot po kalon shteti shqiptar, por mbi të gjitha mbi pyetjen që na është adresuar nga disa kongresmen, sepse jo të gjithë mundet ta kenë informacionin, që si e shpjegoni termin narkoshtet, da mundet na e shpjegoni më mirë pse Shqipëria sot konsiderohet
në mënyrë gjerë si një narkoshtet. Pse konsiderohet nga shumë e shumë politikanë që pyesim apo mi si një narkoshtet. Dhe sigurisht me të dhëna trondice që dalin çdo javë që kalon për fatin tonë të keq, është tashmë e qartë që nuk kemi të bëjmë vetëm me një shtet autoritar, nuk kemi të bëjmë vetëm me një lider autoritar, nuk kemi të bëjmë vetëm me një autokraci elektorale, ajo çka në të cilën është kthyer sot Shqipëria në drejtimin e Edi Ramës, por tashmë kemi të bëjmë me një kartel, me një shtet kartel droge, me një shtet i cili pastron parat e krimit organizuar dhe trafikut drogës përmes sektorit të ndërtimit, me një shtet në cilin kryeministri është një individ i vetëm që vendos për të gjitha fatet në Republikën e Shqipërisë dhe në një shtet që të gjitha vendimet i merr një njeri i vetëm që quhet Edi Rama dhe që është kryeministër. Sigurisht është shqetësuese dhe është e paimagjinueshme kur vjen biseda tek ndërhyrja në gjyqësor dhe tek ndërhyrja në drejtësi e qeverisë në rastin e zëvendës kryeministres Balluku, është e paimagjinueshme ajo çka po bën sot gjykata kushtetuese, që pas një arsye, pas një justifikim ligjor, pas një bazë ligjore, vijon të ndjek skenarin e djegjes së afateve e 3 mujorit të djegjes së afateve për heqjen e imunitetit dhe rrjedhimisht hapjen e rrugës për ekzekutimin e masave të ndalimit të kërkuara nga prokuroria e posaçme dhe që është e paimagjinueshme skandali i Akshit ku të dhënat tona janë tregtuar edhe në vende jo partnere, edhe në vende armike të Aleancës NATO-s, por mbi të gjitha le të themi agjencia që krijoi diellën, suksesin më të madh që kishte propaganduar që në fakt qeshin të gjithë kur ja thua sot, Edi Rama, ministrin që do të luftonte korrupsionin dhe që do të shërbente në kuadër të rritjes transparencës, agjencia që e krijoi është një organizatë kriminale, e drejtuar nga kriminalë dhe bandit, të emëruar aty nga Edi Rama, të cilët merrnin peng biznesmenët që hynin në tendera, që aplikonin në këtë organizëm shtetëror dhe që ka shërbyer si një grup i strukturuar kriminal. Pra, është një paradoks në cilin vetëm një mendje e smur dhe e djallëzuar, si mendja e Edi Ramës mundet ta fusë shtetin shqiptar, por mbi gjitha një vend aleat, një vend antar të NATO-s. Po, zoti Kliçi, një pyetje, ndërkohë që patjetër kushdo që i dëgjon këto tronditet apo çuditet njësoj si që trondit gjithë opinioni publik këtu në Shqipëri. Po pyetja është, ju thatë për shembull disa e dinin, disa nuk e dinin. Natyrisht ne nuk mund pretendojmë që çdo kongresmen amerikan të di gjëra për Shqipërinë, po duhet dia sa është Shqipëria në radar atje të jo të gjithë, po të i pjesë kongresmenëve që janë më të ndjeshëm ndaj këtyre zhvillimeve ndërkombëtare, si për çështjen e drejtësisë të përdorur, që ata janë palë në bërjen e kësaj drejtësie, ashtu dhe në çështjen e akuzave për narkoshtet, se këto janë të dyja tema shumë nxehta në politikën amerikane të brendshme. Shiko, në rastin e për shembull, janë një sër kongresmenësh që kanë ndjekur çështjet tona, edhe në rastin e kongresmenit Keith Self, që mbulon dhe Europën në fakt. Është shumë e rëndësishme fakti që ai ka një njohuri të jashtëzakonshme në raport me realitetin në Shqipëri, dhe që është një ndër avokatët më të mëdhenj dje në konferencën e sigurisë të organizuar edhe të moderuar për hir vërtetës, dhe kjo është një e vërtetë që duhet thënë, është një fakt që duhet thënë nga zoti Fatmir Mediu. Pra edhe ata që mund shprehin habi për këtë fakt, duhet ta dinë që ky është një fakt i pamohshëm dhe është e vërtetë nga kreu i Partisë Republikane në Shqipëri. U përmend edhe nga zoti Self, u përmend fakti që vetëm me antarësimin e plot dhe këtu po ndalim ke Kosova, të Kosovës në NATO mund të kemi paqe, stabilitet në rajonin e Ballkanit edhe më gjerë. Pra një njohës i shkëlqyer i situatës gjeopolitike dhe i të gjitha lëvizjeve gjeopolitike në rajonin e Ballkanit, ka njohuri të thella dhe për situatën në Shqipëri. Përfshir këtu dy prioritete të kyçe që ka administrata amerikane edhe në vendin tonë. Një, ecuria e reformës në drejtësi, që deri tani ka shfaqur probleme të paimagjinueshme, ajo që terminologjia lawfare që përdoret në Amerikë, e cila në fakt ka të bëjë me keqpërdorimin e drejtësisë si një instrument politik apo si një armë për të goditur kundërshtarin, dhe këtë e ka thënë për herë të parë presidenti Trump, që e ka përdorur edhe në fushatën e tij për goditjet dhe për të gjitha paditë edhe të gjitha çështjet që u hapën, rreth 87 çështje nga kundërshtarët e tij politik, një rast i tillë identik
një fotokopje e tillë ka ndodhur në Shqipëri me rastin e zotit Berisha, kreu të opozitës, i cili është mbajtur në arrest shtëpie për një vit, për 333 ditë, pas një bazë, pas një fakt, pas një akuzë konkrete, dhe edhe pse gjykata kushtetuese më mbrapa ka vendosur dhe ka thënë që është në fakt ka qenë i padrejtë arresti dhe izolimi i zotit Berisha, kjo ka qenë post factum dhe kjo histori ka qenë një fakt i kryer. Ajo që ka ndodhur me 3 drejtuesit kryesor të partive opozitare në vend në vitin zgjedhor është e paprecedent për një vend në rajon, për një vend Ballkan apo Mëngjer, por është ama një kopje identike e të njëjtave mënyra që shoqëria Fondacioni i Hapur i George Sorosit dhe organizata e tij dhe politikanë të spinuar dhe të lobuar prej tij kanë përdorur në rastin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Prioriteti i dytë pra le të themi dhe sigurisht edhe backlogu i madh, pra një nga çështjet kryesore ka qenë dhe fakti që nëse 10 vite më parë apo 15 vite më parë me atë drejtësi që kishim, që kishte një sër problemesh pa diskutim. Kozgjatja e ezaurimit të një çështje gjyqësore në 3 shkallë të gjyqësorit mund shkonte deri në 3 apo 4 vite dhe stoku i dosjeve ishte në mos gaboj 16.000 dosje, sot ai stok ka vajtur në 200.000 dosje dhe një qytetar i zakonshëm i Republikës Shqipërisë mundet të ezaurojë një çështje në të 3 shkallët e gjyqësorit, civile apo penale apo administrative, nga 10 deri në 15 vite. Pra kjo është një drejtësi e mohuar, drejtësi e vonuar është një drejtësi e mohuar dhe është një standard që nuk i takon një vendi aspirant për të antarësuar në Bashkimin Evropian dhe një vendi në cilin Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë partnerët kyç të reformës në drejtësi, të hartimit, draftimit, të trajnimit me ekspert të gjithë personave që kanë udhëhequr këtë proces. Nga ana tjetër, prioriteti i prioriteteve sot i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës është asgjësimi i karteleve të drogës. Dhe kjo është një çështje që ka prioritet i jashtëzakonshëm për këtë administratë amerikane. Sot Shqipëria ka rreth 5.000 qytetarë të saj, kryesisht moshë e re, të cilët jetojnë në Amerikën Latine, në Amerikën e Jugut dhe që koordinojnë trafikun e kokainës me bandat dhe kartelet më famkeqe në këto zona. Dhe ky është një lajm shqetësues jo vetëm për Shqipërinë, jo vetëm për vendin ton, por sigurisht edhe për aleatët tanë dhe partnerët tanë. Dhe sigurisht lidhjet e ngushta të qeverisë shqiptare me trafikantët e drogës, me kartelet e drogës, me pastrimin e parave që i bëhet në Tiranë, të gjithë në industrinë e ndërtimit, të gjithë këtyre përfitimeve ilegale që përftohen nga trafiku ndërkombëtar i kokainës, sigurisht qeveria shqiptare është në radar dhe shteti shqiptar apo narkoshteti siç këtu e konsiderojnë shtetin e drejtuar nga Edi Rama, është në radarin edhe të kongresmenëve, edhe të zyrtarëve të lartë, edhe të senatorëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sigurisht jo të gjithë kanë njohuri, sigurisht jo të gjithë kanë informacion të plotë apo detajuar mbi situatën në Shqipëri, tash duhet jemi krejt serioz në këto qëndrime, por ata persona që mbulojnë Shqipërinë, ata persona që mbulojnë çështjet e Shqipërisë, sigurisht e dinë mjaft mirë se kush është sot kryeministri i Shqipërisë dhe cilat janë lidhjet e tij me krimin e organizuar, me kartelet e drogës dhe çfarë po ndodh me pastrimin e parave në sektorin e ndërtimit në Shqipëri. E qartë, ndërkohë që kjo varet pastaj kjo garanci informacionit, pastaj varet nga shumë zhvillime të tjera që ka Shtetet e Bashkuara kanë shumë gjëra që po lëvizin ndërkohë. Një informacion të fundit për ta mbyllur se as ju nuk keni kohë edhe ne jemi në mbyllje. Në këtë mëngjes lutjeve ishte presidenti Trump, ishte edhe sekretari i luftës Hekset apo jo, që kanë folur, ka ndonjë sinjal atje tani në fund po ju përdor pak Liçi si korrespondent ndërkombëtar, ka ndonjë zhvillim, u tha diçka? Jo, kanë qenë fjalë të adresuara në mënyrë specifike për këtë aktivitet. Ka folur edhe kreu i dhomës përfaqësuesve, edhe kreu i Kongresit Mike Johnson. Aktualisht që ne flasim është duke folur guvernatori i Tennessee dhe janë disa prej autoriteteve dhe personaliteteve më të larta të politikës amerikane dhe globale që kanë mbajtur fjalën, por kanë adresuar
këtë event, këtë aktivitet dhe kanë diskutuar për çështjet brendshme, domestic issues i tonë, për çështjet brendshme edhe të politikës amerikane dhe të zhvillimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por sigurisht ne në çdo moment që kemi patur mundësinë takojmë dhe vijojmë takojmë miq tanë, dashamirës të vendit tonë, politikanë ndryshëm, jo vetëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por nga e gjithë Europa, nga e gjithë bota. Kemi qenë me një stër eurodeputetësh që na kanë ngritur një shqetësim madhor, ato të censurës së informacionit në Komisionin Evropian dhe në Parlamentin Evropian në raport me situatën reale në Shqipëri, pra kanë kërkuar më shumë informacion, sepse janë njohur nga mediat, nga artikujt ndryshëm dhe nga emisionet ndryshme investigative për skandalet e korrupsionit në Shqipëri, për skandalin e Akshit që është i paprecedent dhe mbi të gjitha për atë çka të gjithë politikanët me cilët bashkëbisedon e konsiderojnë të paimagjinueshme, mbrojtjen që po i ndodh zëvendës kryeministre së kapur në vjedhje flagrante me urdhër të Edi Ramës, Ballukut, në rastin e tunelit Llogaras, sigurisht ka kërkuar më shumë informacion në raport me situatën që ndodh në Shqipëri, në mënyrë që të kenë një qasje dhe një vendimarrje krejt proporcionale në raport me gjendjen në shtetin tonë. Patrisht, në këto takimet anësore që zhvillohen aktivitete janë më të rëndësishme dhe më rezultative pastaj. Mirë, zotë Kliçi, ju falenderoj shumë për këtë bisedë.